Në këto ditë të nxehta të muajit të parë të sezonit veror, Durrësi mirëpret pushues dhe turist nga Kosova, Maqedonia e Veriut, si dhe shumë vende evropiane dhe më gjerë. Shtimi i ndjeshëm i popullsisë, sidomos gjatë periudhës qershor-gusht, i ngarkon autoritetet ligjzbatuese me përgjegjësi edhe më të mëdha për të garantuar rendin dhe sigurinë në kryeqytetin shqiptar të turizmit. Sfidat janë të shumta për efektivët e policisë në terren dhe për këtë arsye Drejtoria Vendore e Qarku Durrës ka hartuar një plan të veçantë masash me qëllim garantimin e sigurisë rrugore, lehtësimin e qarkullimit dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe turistëve që frekuentojnë qytetin dhe zonat bregdetare, që nga nisja e sezonit veror në fokusin e punës së përditshme të policisë vendore dhe policisë bashkiake është lirimi i hapësirave publike përgjatë vijës bregdetare. Deri më tani janë zhvilluar 12 operacione policore të koduara Plazhi i Lirë, duke nisur nga bregdeti i Kallmit dhe deri në shkëmbin e Kavajës dhe më tej. Gjatë kontrolleve në qarkun e Durrësit janë sekuestruar rreth 800 shezglona dhe çadra, duke liruar hapësirat publike, të cilat kanë qenë të vendosura pa lejen e organeve kompetente. Dhe ky aksion do të vijojë përgjatë të gjithë sezonit? Po, do të vazhdojë gjatë gjithë sezonit. 2 apo 3 fishimi popullsisë në Durrës shoqërohet me sfidën e përditshme të qarkullimit rrugor, sidomos në akset që lidhin qytetin me zonat bregdetare. Për këtë arsye, efektivët e policisë rrugore janë në gatishmëri maksimale për gjatë këtyre muajve. Masat që ka ndërmarrë policia rrugore janë angazhimi i punojësve të policisë shtesë, puna me orar suplementare, prezenca e shtuar e punojësve të policisë në oraret e ditës ku është prezenca më e madhe e automjeteve, turistëve, e fluksit, përdorimi i radarëve dhe mjeteve inteligjente në rrugët urbane dhe interurbaneve gjatë ditës dhe natës, kontrolli i alkoolit gjatë natës në rrugët e plazhit dhe në gjithë zonën e qytetit, kufizimi i qarkullimit të automjeteve me tonazh të rënd gjatë orëve të fluksit. Pak ditë më parë, policia zhvilloi disa kontrolle për nivelin e zhurmave në zonën turistike të Durrësit dhe të Golemit dhe njëkohësisht për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambiente të hapura, në zona apo qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Mate me pajisje të posaçme në bashkëpunim me SHMT-n dhe autoritetet të tjera. Dëshkimin për shkelësit që të kalojnë nivelin e zhurmave të lejuara sipas NEN-it për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedise. Policia e Durrësit do të jetë përgjatë gjithë sezonit veror e angazhuar dhe e vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët.